Shtrirja e kabllit në toksor elektrik 20 kV në drejtim të qytetit të Shkodrës ka arritur në një nga pikat më kritike për sa i përket terrenit, e konkretisht e kthesa pranë varrezave Komane në dalje të Shkodrës drejtim për në Malsinë e Madhe. Kjo zonë paraqet vështirësi për shkak të qarkullimit të dendur të automjeteve, ndërkohë që punimet zhvillohen në një hapësirë të ngushtë, siç është trotuari. Për këtë arsye është dashur të bllokohet përkohësisht edhe njëra kursi e rrugës. Për të siguruar mbarvajtjen e qarkullimit dhe sigurinë e qytetarëve janë vendosur shumë tabela dhe sinjalistika rrugore paralajmëruese për drejtuesit e automjeteve, ndërsa në terren janë të pranishëm edhe shërbimet e policisë. Kjo situatë pritet të zgjasë jo më shumë se 24 orë pasi sapo të kalohet kthesa, punimet do zhvillohen në kushte më normale dhe më të favorshme. Paralelisht me shtrimin e kabllit në toksor 20 kV, po shfrytëzohet kjo fazë për të instaluar edhe sistemin e ri të ndriçimit përgjatë kësaj rruge, duke zëvendësuar atë ekzistues, i cili prej vitesh kishte dalë jashtë funksionit. Linja e re 20 kV do të lidhet me në stacionin elektrik Shkodra 1, duke zëvendësuar linjën e vjetër 6 kV, e cila gjatë viteve të fundit ka pasur defekte të shpeshta. Sipas drejtuesve të projektit, ky investim pritet të përfundojë brenda 2 muajve, në mënyrë që të jetë gati për sezonin turistik veror, kur konsumi i energjisë elektrike rritet ndjeshëm.